Kosovë mendon që Amerika është perfekte dhe mendon që si shkojsh atje ke me bë parë, edhe punina më vlerësuar se sa që jam vlerësuar atje në Amerikë. Dhe shumë njerëz bin depresion, është një lodhje e tepërt emocionale. Unë jam Qëndrim Krasniqi dhe sot do flas për përvojën time 6 vjeçare gjysmë në Amerikë. Arsyeja pse unë mora atë rrugtim, domethënë në mërgim, ka qenë sepse doja me provu diçka të re, edhe fillimisht unë shkova në New Jersey. Atje jetova një kohë më gjatë. Përveç arsyes financiare, arsyeja tjetër ishte se mendoja që do gjeja më mirë se në Kosovë, edhe prandaj edhe shkova atje. Zakonisht mediat na e bojnë shumë të madhe edhe e përshkruajnë atë American Dream, ama ëndra amerikane nuk është ashtu siç e përshkruajnë. Kur shkova atje pash që jo çdo sen është perfekt, edhe pse është shfaqen në televizion ashtu. Pasi shkova në Amerikë, shkova në një vend i quajtur Stone Harbor, New Jersey. Atje i kom punu disa punë të ndryshme, punova si food runner, ndihmës kamarier, edhe punova në një pizzeri. Pas 4 muajve, isha në një dilemë se a bën me qëndru në Amerikë, apo isha, që me thonë, një vështirësi emocionale dhe shpirtërore, edhe s'disha a me vendos me nejt atje, apo me u kthy në Kosovë. Vendimi për me qëndru në Amerikë ka qenë shumë i vështirë për mu, sepse pikës pari, unë si person nga njëherë nuk di, edhe ndoshta pse isha i ri në atë moshë, isha vetëm 21 vjeçar, edhe nuk e dija se çfarë vendime të marr. I vetësha prindrit, i vetësha njerëzit, shokët, se çfarë të vendosi, se ishte një vendim i madh për mua. Por duke parë situatën, sepse unë isha në fakultet vitin e 3 dhe vendosa që qëndroj, për arsye që e mendova që mund të kem një karrierë më të suksesshme në Amerikë. Ajo ishte arsyeja pse unë vendosa me qëndru, edhe e shija veten më të suksesshëm në Amerikë në atë kohë. Kosovë mendon që Amerika është perfekte dhe mendon që si shkojsh atje ke me bë parë, por realiteti është krejt ndryshe. Fillimisht kur kum shku atje e kum pa që ndoshta mundesh me fitu më shumë parë në Kosovë, po ke më shumë shpenzime se në Kosovë. Edhe ka shumë e vështirë për mua me kursy ndonjë parë në fund muajit. Edhe pse ku marrë ndoshta një rrogë më të madhe në Kosovë, prap ka qenë e vështirë shumë me kursy parë. Për mendimin tim, unë e kum pa që atje dush mu varë vetëm për vetës, edhe është problem me gjetë një ekip që mundesh me funksionu së bashku, nëse don me qenë ndonjë biznes, ose me qenë i suksesshëm në çfarë do lëmi ose industrie. Kështu që prap dush mu varë vetëm për vetës, edhe nëse e ki familjen atje, prap mendoj që është shumë e vështirë mu gjindë atje, sepse është një sistem krejt tjetër prej vendin tonë në Kosovës. Pyetje shumë e mirë. Kosova ka shumë çka që na dallon prej Amerikës. Pikës pari, mendoj që ne dim ma mirë me shiju jetën, në disa aspekte. Rrethi jon familjar, familjet tona, moj me thonë e kemi një afirmitet ma shumë të madh mes familjeve tona, se sa ata që jetojnë në Amerikë. Vendimi për më kthy pranë Kosovë ka qenë paksa i vështirë për mua, për arsye se varet shumë jeta ime në këtë rast, edhe e mendoja shumë qysh ka me ndryshu jeta nëse kthehem në Kosovë. Se kum marrë mendime ndryshme, disa njerëz më thëshin që pasi të kthehesh ke me rënë depresion, por realiteti tregon krejt ndryshe, sepse unë tani pasi që më kthy dyqysh po kënaqna më shumë me familje, me rrethin tim, edhe punina më vlerësuar se sa që jam vlerësuar atje në Amerikë. Dallimet që i vrejta pas kthimit tim në Kosovë, e vrejta që kishim përparuar në disa aspekte, për shembull më shumë biznise, më shumë risi, më shumë punësime, vrejta që shumë njerëz ndoshta është nuk e di a është diçka e keqe apo e mirë në këtë rast. E vrejta që shumë njerëz tani kanë formuar një rutinë, është rutina që përfshin krejt botën, edhe në Amerikë njerëzit funksionojnë me rutinë. Na mbledhemi së bashku, shkojmë dikun, shkojmë në restorane krejt, por prap nuk e kemi atë kohën që e kemi pas më të lirë para 6 vjetë gjysmë. Edhe një tjetër që e kum vrejt, pasi që më kthy në Kosovë, e kum vrejt që jo krejt njerëzit janë të lirë sikur përpara, edhe është një gjë krejt normale, sepse edhe na jemi duke amerikanizu sikur krejt civilizimi në botë, përshë që krejt po ndryshojmë edhe po ecim me hapat e krejt botës, edhe është një diçka që është e pashmangshme, por prap mendoj që do të me mbajt atë njerëz zëllakun, edhe prap do të me qenë më të afër me njëri tjetrin edhe me gjetë kohën për njëri tjetrin. Unë kur pata ik në Amerikë, nuk kum pas ndonjë plan,
të më kishe vetë para disa viteve nëse kam e shku, kisha thonë jo, jetu rajt, por ja që ndodhe dhe mendoj që të rinjt nëse dojnë me shku atje, mos shkojnë pa një plan. Nëse mendojnë që atje jeta kam ju pëlqy, është diçka jo reale, sepse atje kemi ballafaqur me ma shumë sfida që ballafaqohet në Kosovë. Edhe është diçka e pashmangshme, ka shumë njerëz që pasi shkojnë prej këtu, e shohin që atje nuk është perfekt, edhe shumë njerëz bin depresion, është një lodhje e tepërt emocionale, edhe thjesht duhet me pas një plan se nëse shkon atje apo shkon për një afat gjatë ose po shkon për një qëndrim afat shkurt.